Shikues të nderuar të televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku në rubrikën më të bukur. Është rubrika për fëmijë, ku kemi natyrisht të voglushët tanë të talentuar në fusha të ndryshme. Kësaj jave me mua janë sportistët e klubit futbollistik Malësia. Janë faktikisht gjenerata 2016-2017, 3 sportistë të dalluar, të cilët do ndajnë me neve. Ato dëshirat e tyre të mëdha, si kush do bëhen, do dajnë eksperiencën e tyre në futboll, konkretisht në klubin futbollistik Malësia, por edhe ndeshjet të cilat ata i kanë luajtur, kanë shënuar shumë gola, kanë pritur shumë gola dhe vërtet janë treguar si yje, si Ronaldo, Messi, Neymar e kështu me radhë. Atëherë Djema, mirë se erdhët. Mirë se zëtme. Është kënaqësi që ju kam sot këtu. Vërtet kënaqem kur ju shoh, duke qenë se shoh që keni edhe medalje dhe jeni fitues, ju jeni ata më të mirët, apo jo? Po, a? Mirë, duhet që të më prezantoheni, secili nga ju të më thoj emrin dhe mbiemrin, sa vjeç është. Fillojmë nga i pari? Salila. Sa vjeç je? 7. Dhe në cilën klasë? 3. Në klasën e 3. Në klasën e 3. I dyti kush është? Unë jam gjendëshone. Sa vjeç? 7. Dhe ti në cilën klasë je? Në 2. Në klasë të dytë dhe? Darja Stanaj në 7-8 vjeçar dhe në klasën e 3. Në klasën e 3. Atëherë do më tregosh se si quhet mësuesi apo mësuesja jote Dario? Mësuesi im quhet Nikolaj Boje. Çfarë nxënësi je? Mëson mirë? Po. Bravo të qoftë. Jon, mësuesja apo mësuesi jot si ka emrin? Drita Çamaj. Dhe ti mëson mirë apo jo? Shkëlqyeshëm. Bravo të qoftë. Po ti? Shefika Gjoka. Dhe çfarë nxënësi je? Shkëlqyeshëm. Bravo të qoftë. Pra vërtet jeni nxënës të shkëlqyer, të mrekullueshëm, por jeni edhe sportist, futbollist, o zot, tepër të mirë. Unë besoj që ju do bëheni vërtet yjet e futbollit, ë? Si thua ti Dario? Po. Mirë, do më tregosh se si ka lindur dashuria apo dëshira jote e madhe ndaj sportit të futbollit. Si të ka filluar të pëlqejë ty futbolli? Duke shikuar vëllon dhe kushrin ndeshjet e vëmë dhe unceta. Jo? Si ka filluar ajo dashuria jote për futbollin? Si ka filluar të pëlqejë futbolli që ti të luash futboll? Unë babi im këshyrim doj futbolli, në televizon këshyrim Realin, Barcelonën, Parisin, Milanin, por në ma shumë të ti që i kem këshyra Parisi e Milani, edhe në stadium kem këshyr dhe qishin në Tus edhe në Podgoric. Dhe ashtu ty të ka filluar të pëlqej futbolli, apo jo? Ke thënë pse jo dhe unë të shkoj të los futboll, të jem edhe unë në fushë si një lojtar, apo jo? Po. Mirë. Ja lu me fëmijë e japsa me li futboll. Pra ti luan me fëmijët atje, Kojshi, apo jo? Po. Dhe të pëlqyer futbolli dhe ke vendosur që të vish të ushtrosh. Po. Mirë. Përse pikrisht futbolli dhe jo një tjetër sport, Dario? Mele sportimi preferuar është futbolli. Po për ty Jon, pse jo basketbolli, handbolli, nuk e di, tenisi, pse pikrisht futbolli? Se më ka pëlqyer shumë. Po për ty? Më ka pëlqyer shumë futbolli. Nuk të pëlqen ndonjë tjetër sport? Ja. Jo. Veç koshar. Vetëm edhe basketbolli, mirë. Pra futbolli më shumë, pastaj basketbolli, jo? Po, në rregull. Cili është pozicioni jot në fushë? Mjedis. Në mjedis, jemi mes fushor, Joni? Beki majt. Beki majt. Kurse Daria është? Portier. Portier. Vërtet është interesant Daria që ka vendosur që të jetë portier. Do më tregosh përse zgjolle që të jesh portier? Duke shikuar portierin tim të preferuar ndeshjet e bëmë dhe unciaj. E kush është ai? Ter Stegen. Të pëlqen më shumë roli i portierit se i lojtarit të thjesht? Po. Po, ke luajtur ndonjëherë si lojtar që mos t'jesh portier, por të shkosh edhe ti të vraposh dhe të shkosh të gjuash drejt portës së kundërshtarit topin të shënosh gol? Jo. Pra gjithmonë ke qëndruar për të mbrojtur portën, a? Po. Mirë. Jon, përse ti vendose që të jesh bek dhe jo të jesh sulmues apo portier? Se unë gjë me kam të majt, trenerim
ka vonë kam në bek të majt. Aty e gjen veten më së miri, apo jo? Po. Ndërsa ti, përse të jesh me sfushor dhe jo sulmues? Era se kam dy mirë. E në ka lanë mjedis. Të ka lënë në mjedis. Me sfushori vërtet mbron portën edhe shkon në tjetrën anë për të shënuar gola. Pra i ka dy role. I bën edhe njërën edhe tjetrën gjë të cilën ti e bën për mrekulli, apo jo? Po. Mirë, kush e ka zgjedhur që ju të jeni në këtë pozicion, treneri, apo jo? Po. Po, mirë. Sa herë në javë ushtroni? Sa herë në javë shkoni në ushtrime? Ka i javë. Sa herë në javë? 2 herë, 3 herë? 3 herë. 3 herë në javë? 3 herë. Ka sa ushtroni? 1 orë? 1 orë. Nga 1 orë. Mirë. E gjysë. 1 orë e gjysë, herë 1 orë, herë 1 orë e gjysë, varet. Mirë, po Jon, si keti marrëdhëniet me trenerin, me Davidin Samaj? Shkëlqyeshëm. Të shkëlqyeshme. Gjithë qka të një gjon të gjithë qka të? Unë e dëgjoj. Ti e dëgjon, po ai ty të dëgjon, ti plotson dëshirat? Ma mirë me një gjo trenerin. Më mirë tha një gjojnë trenerin, duke qenë se ai din, ai është profesionist, apo jo? Po. Dario, si keti marrëdhëniet me trenerin? Shumë mirë. Shumë mirë. Je i kënaqur? Po. Është i mirë treneri? Po. Po. Ndërsa ti? Shumë mirë. Shumë mirë. Je i kënaqur? Po. Të pëlqen në klubin futbollistik Malësia? Po. Po. Ke shumë shok aty? Po. Kush është shoku jot më i miri? Narti. Në rregull. Po për ty Jon, kush është më i miri shok aty? Gidi dhe Nardi. Po për ty Dario? Nardi. Nardi, në rregull. Në cilat turne, në cilat gara ti ke marrë pjesë? Në Shqipëni, në Bosnjë Hercegovinë dhe në Podgoricë. Në Podgoricë? Jon? Unë veçan Podgoricë, duke qenë se ti Jon tash vonë ke filluar, apo jo? Shqipëni në Hercegovinë e Albani. Në rregull, pra edhe në Shqipëri. Bukur. Atëherë, sa jeni të kënaqur me rezultatet që i keni arritur? Shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur. A mundet edhe më mirë apo ndalemi me kaq? mirë. Mundet edhe më mirë në të ardhmen. Po ti Jon, sa je i kënaqur me rezultatet? I kënaqur jam për tjetrën herë kemi fituar vendin e parë. Bravo, uroj shumë që ta fitoni vendin e parë, duke qenë se ju jeni djema të shkëlqyer dhe shumë të mirë, shumë të sjellshëm, shumë të edukuar dhe duhet ta fitoni patjetër vendin e parë. Ti je i kënaqur? Po, shumë mirë. Je shumë i kënaqur, shumë mirë. Ti përveç se ushtron në klubin futbollistik Malësia, ushtron edhe të shtëpia, luan edhe të shtëpia futboll, a? Po. Mirë. Atëherë dua të ju pyes se cila ka qenë ndeshja më bukur për ju dhe cila ka qenë më vështira që mbani mend që kur keni filluar të luani futboll. Jon, për ty cila ka qenë më vështira? Në Podgoricë. Po, cila skuadër? Dadex, apo jo? Dadex. Dadex, duke qenë se ma përmendë para se të fillonim të bisedonin, po më kollajta, më lehta? Barnabeu. Në rregull. Atëherë pyesim shokun tënd, cila ka qenë për ty Gilaj më vështira? Dadex. Edhe për ty, po më e lehta? Bernabeu. Edhe për ty. Ndërsa për Dario besoj e ka shumë vështirë të zgjellë, duke qenë se është portier dhe gjatë gjithë kohës është duke mbrojtur portën që mos të shënoj askush gol. S'ka gola tek Malësia, s'do të dën asnjë gol. Kush ka qenë për ty më e kollajta dhe kush ka qenë më e vështira? Më e vështira ishte në Podgoricë me Maqedoni dhe më e kollajta ishte në Bosnjë Hercegovinë dhe fitova çmimin më miri portier. Bravo të qoftë Dario. Vërtet je shpallur një portier i mrekullueshëm, vërtet ke shumë merita. Bravo të qoftë. Unë besoj se do ju jesh një portier yll portier që gjithë do thonë, "Oh, Dario është portieri më i mirë." Mirë. Eksperjenca juaj e fundit si ishte? Patet një kampionat internacional që mbajt në Podgoricë, luajtën shumë skuadra. Ju arritët edhe të fitoni medalje. Si ka qenë ajo eksperiencë për ty? Ishte bukur? Ishte interesant? Ishte shumë e bukur dhe fitova çmimin e parë. Si portieri? Si portieri më i mirë. Po vendin si skuadër zot vendin e tretë apo jo? Po vendin e tretë. Jon, si ka qenë për ty? Ishte interesant, ishte bukur? Interesant. Don edhe në të ardhmen që të shkosh në gara të tilla të marrësh pjesë? Po. Gilaj, si ishte për ty? Interesant. Interesant. Të ka pëlqyer? Po. Ku të ka pëlqyer më shumë? Në Shqipëri, në Bosnjë Hercegovinë apo në Podgoricë?
Hercegovinë. Në Bosnjë Hercegovinë. Po për ty Dario, ku ka qenë më bukur? Bosnjë Hercegovinë. Në Bosnjë Hercegovinë. Do shkoni sërish? Do shkoni përsëri? Po. Po, uroj shumë që të shkoni dhe natyrisht të vini me kupë dhe të vini me medalje. Mirë, sa gola ka shënuar Gilaj? 7. Joni ka shënuar ndonjë gol? Jo. Jo, por ka qenë ndihmës apo jo? Ke ndihmuar shokët që të shënojnë gola? Por në tjera gara kam marrë një. Një gol. Bravo të qoftë, uroj që të kesh edhe shumë gola të tjerë, duke qenë se ti jon vetëm sa ja ke filluar shumë mirë. Pra ke filluar me gola, ke filluar me mbrojtje e kështu me radhë. Bukur. Dario, të pyes sa gola ke pritur që mos të shënohen? Që kanë qenë gati të hynë në port, por ti ke pritur shumë, a? Po. Shumë. Besoj që ti do vazhdosh të jesh një portier shumë i mirë dhe mos të lejosh asnjë top të përfundojë në rrjetën e skuadrës tënde, apo jo? Po. S'ka gola të shënoj askush, sepse është Dario portieri më i mirë, apo jo? Po. Ta. Mirë, atëherë djema si ishte në Podgoricë në kampionatin internacional? Çfarë ishte ndryshe nga ajo çfarë jeni mësuar të shihni çdo ditë, pra të luani këtu në qendrën sportive apo edhe në fushën atje në Vuksan Lekaj? Çfarë ishte ndryshe? Nuk ishte shumë ndryshe. Nuk ishte shumë ndryshe, po për ty jo. Ndryshe. Ishte pak ndryshe sepse kishte shumë fëmijë, apo jo? Shumë skuadra. Po. Nuk ishte ndryshe. Nuk ishte ndonjë ndryshim, në rregull. Mirë, cili ishte futbollist apo cili është futbollisti, më mirë t'ju pyes kështu, që ju e shikoni me shumë dashuri të madhe, përcjellni dhe keni dëshirë që në të ardhmen të bëheni si ai? Si kush dëshiron të bëhesh? Si Ronaldo. Po skuadra jote preferuar cila është? Bayern. E ku luan Ronaldo tani? Në Almase. Pra, si mund të jetë Ronaldo dhe në tjetrën anë Bayerni? S'ke ndonjë lojtar të preferuar në Bayern? Kush të pëlqen? Po. Kush është ai? Harry Kane. Ka ndonjë tjetër? Po, Kimmich. Në rregull. Jon, skuadra jote preferuar kush është? AC Milan. Aha, në rregull. Po nga lojtarët kush të pëlqen? Kush është ai lojtari që ti do bëhesh si ai? Rafael Leao. Në rregull. Ndonjë tjetër lojtar i Milanit kush është lojtar që të pëlqen? Teo Hernandez. Mirë, i ke thënë babit që të shkoni në stadium të ndjekni ndoshta një herë në të ardhmen? Po. Po. I shikon të në ndeshjet e Milanit? Kur janë në televizor? Po, gati të tona. Gati gjitha, bravo të qoftë. Ndërsa Daria, cilën skuadër e ka për zemër? Barcelonën. Portieri jot i preferuar? Ter Stegen. Ne e morëm vesh, e dim, po përveç portierit, ke ndonjë lojtar që të pëlqen? Po. Kush është ai? Lamine Yamal. Po në skuadrën tënde, ti si portier që i shef të gjithë i ke përpara vetës, kush mendon se është lojtari më i mirë në skuadrën? Majde. Në rregull, po Jon, për ty, kush është lojtari më i mirë që ti ja pason topat, e ndihmon në shënimin e golit e kështu me radhë? Kush është për ty lojtari më i mirë? Për mua është Nga shokët aty. Gili e Denardi. Në rregull, po për ty Gili? Nardi. Në rregull. Mirë, në cilën skuadër do kishe dëshirë kur të rritesh, ti jesh pak më i madh, që të luash në të ardhmen? Në Barcelonë. Në Barcelonë. Uroj shumë që dëshira jote të bëhet realitet, po Joni, ku dëshiron të shkoj? AC Milan. Natyrisht. Dhe Gili? Në Bayern. Në Bayern, në rregull. Atëherë do luani në Champions League kundër njëri tjetrit dhe kush do fitoj? Barcelona. Barcelona, Milani, do fitoj Bayerni. Bayern. Nuk e di, ndoshta do fitoj Interi, ja? Si thoni jo? Ja. Ja, mirë, në rregull, s'do fitoj Interi. Çfarë do ju thoni gjithë atyre djemve dhe vajzave që duan të luajnë futboll? Çfarë mesazhi duhet ju përcjellin? Se tani edhe vajzat kanë filluar të losin futboll. Shumë deri kur ushtrojnë. Në rregull, të lozin shumë, të ushtrojnë shumë dhe të bëhen sportistë të mirë, apo jo? Po, Jon, çfarë do ju thënë? Çfarë mesazhi? Me ushtruar shumë, me besu në vete, me punua fort, edhe me çka të tonë treneri me ndërgjua. Dario? Të bëhen nxënës të mirë dhe pastaj të duhen edhe sportet e tjera. Bravo. Nxënës të mirë ju vërtet jeni, sportistë të mirë jeni,
Dhe vërtet unë uroj shumë që herën tjetër kur të vini këtu në studio të vini me medalje të arta. Ma premtoni se do vini me medalje të arta? Po. Jo? Po, a? Gili? Po. Tani keni mundësi edhe të përshëndesni kë dëshironi ju. Kë dëshironi të përshëndesni. Gili, kë do në përshëndeti përmes ekranit? Nani. E përshëndesim nënën? Joni? Mamin dhe motrën edhe nanin e babin. Në regu. Darja? Shëndon sprintin, trenerin, shokët dhe shoqet. I përshëndesim që të gjithë. Atëherë, përpara se ne të shkëputemi, natyrisht të përshëndesun shikuesit e televizionit Bojnë, di që ju me keni sjell disa fotografi dhe disa video, natyrisht falja dhe trenerit tuaj, prindërve tuaj, të cilët dua t'i falenderoj. Ne do ndjekim fotot dhe videot e këtyre 3 vogëlushve të mrekullueshëm, 3 sportisteve, të cilët unë uroj shumë që të bëhen yjet të sportit të futbollit. Natyrisht të ndjekim me vëmendje, duke qenë se ata kanë marrë pjesë në shumë turnamente dhe vërtet kanë shkëlqyer. Shohim që medaljet dhe kupat nuk ju mungojnë dhe ju uroj shumë suksese në të ardhmen. Ti ndjekim fotografitë dhe natyrisht s'më mbetet tjetër vetëm t'ju përshëndes dhe t'ju uroj shikim të këndshëm të programit tonë. Në vazhdim dhe një herë ju falenderoj djema që ishit pjesë e emisionit Rubrika për fëmijë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Mirë të takofshim.